Ju çka jeni duke hulumtuar për momentin? Unë për momentin jemi të fokusuar në shëndetësi, qysh po implementohet inteligjenca artificiale dhe sa shumë janë të mundu kompanitë që me u siguru që këto tools që janë të i përdorë, dhe me thonë inteligjencën artificiale, sa shumë po sigurohen që janë të sakta, se dhe me thonë kemi pas takime shumë me... Çka konkretisht e ndihmon inteligjenca artificiale shëndetësi, nëse mund është 2-3 shembuj të shkurt? Po, dhe me thonë, çka po shohim raste më të shumta janë kryesisht në administrim dhe me thonë të pacientave, dhe me thonë është një përqindje shumë e madhe doktorëve që e kalojnë kohën më të madhe të marrë shënime edhe dhe me thonë të marrë me dokumentacion edhe nuk mundën me shfrytzu që atë kohë dhe me thonë me pacient direkt. Dhe me thonë që kjo është njëna prej fushave që kisha me thonë ka përpare më të madhë, për shkak se kanë mjetë që munden me incizu zonin edhe mandej me gjeneru dhe me thonë notes edhe nuk ka nevojë me marrë shënime. Një pjesë tjetër është ka kjo pjesa klinike, dhe me thonë këto tools më shumë që janë parashikuese, jo generative AI, po analytical AI, dhe me thonë që bën predictions ka pjesa e numrave dhe ka ajo pjesë janë të studiu, për zakonisht këto spitalet që janë mrena kolegjeve janë të fokusuar më shumë ka që ajo pjesë, dhe me thonë që çdo dy fusha janë... Por në asnjë mënyrë mos me marrë këshilla. Në fakt jena të e pa shumë një problem të madh që jemi sa herë që po kena intervista me CIOs të spitaleve më të mëdha në Amerikë, doktorët janë të përdorë shumë AI tools për me u konsultu, mas pari çfarë biseda me pas me pacienta. Edhe që ajo është të e pas një problem shumë të madh se dhe me thonë spitalet e kanë shumë të vështirë me i kontrollu se çka po bojnë gjatë kohës kur janë me pacientin. Kështu që kjo është njëna prej sfidave më të mëdha që jo vetëm në shëndetësi, po në krejt industritë e tjera është ndodh, se nuk mundesh me pas kontroll, dhe me thonë që atë interakcion që e ka doktori me pacientin. Edhe dhe me thonë që ajo është sfida më e madhe që janë të e pas tash, për çfarë arsye janë të mundu që me konë në mënyrë formale të përdor këto tools, me konë, dhe me thonë, dhonat që përdoren me konë sakta, edhe me konë software që janë mas parit verifikuar prej spitaleve, mandej me u leju me u përdor prej doktorëve. Dhe me thonë që ajo është procesi që janë të shku në për të spitalet e që ka me marrë një kohë gjatë gatë, derisa të merë një strukturë. Dhe me thonë, si çdo herë diçka e re, gjithherë ka që shëndikime të mëdha sa i vinë kohë për së. Vlerëm, po ju për momentin që janë të lumtues edhe 2 minuta i kem, se mas ne kam edhe një pyetje shumë të shkurtë kështu tipike shqiptare. Po, vlerëm? Rregull. Po shkurt. Do të thonë laboratori ku punoj janë 2 fusha, të cilat në mbrella e madhe është me kuptuar se çka është dia, çka ka, se çish mësojnë fëmia, çish mëson njëri, edhe çish mundja me përdor ato mandej me kriju edhe algoritme të cilat punojnë njëjtë sikurse çish punojnë edhe njerëzit dhe fëmijët. Diçka interesante është që fëmia dhe njerëzit mësojnë me shembuj shumë të pak, ndërsa inteligjenca artificiale do të dhon biliona shembuj edhe prap nuk është as afër asaj se çish një njeri mundet me performu, kështu që ajo është at the core, do jam me studiu se çka është dia, çka është e veçantë e njerëzve se çish mësojnë. Mandej e dyta është edhe çka pjesa se çish njerëz mësojnë me njerëz tjerë, edhe çish mësojnë me makina, ato përfshi edhe inteligjencën artificiale, por një fundit që e kemi bërë ka të bëjë me se sa fëmija dhe të mëdhtë bojnë pyetje kur e din që një person brapa kamerës është njeri ose është inteligjencë artificiale. Çdo sen tjetër është e njëjtë në 2 rastet, është eksperiment, çdo gjë është e njëjtë, zoni, përgjigjet, interaksioni, vetëm sen që dallojmë njënit grupi thojmë që jeni të folë me një fëmijë, jeni të folë me inteligjencë artificiale, tjetrit të thënë që jeni të bisedu me një mësues, edhe shohim që fëmija bojnë më shumë pyetje, njëherë më rahat me bë pyetje, edhe mësojnë pak më tepër në kur i themi se është inteligjencë artificiale, vjen ideja që na kanë njerëz do të gjykojmë njëri tjetrin. Nëse kam i bënë disa pyetje, na është nuk i bëj 10, bëj 1 ose po më gjykojnë tjerë që nuk po di diçka. Inteligjenca artificiale ka njerëz mundet me largu çfarë gjykimin edhe me bëj që me më të lehtë me bëj pyetje edhe për më mësu, kështu që çdo dy janë 2 rrugë që bëjmë studime.